Përshëndetje, sot do të bëj këtë video për një fjalë se tash në libër janë të gjitha ngjarjet kanë domethënë fjalën siç është për shembull fjala sot është qiplak. Qiplak do të thotë ngjyrosje. Vjen nga fjala qip. Qip do të thotë ngjyra. Është një shprehje të vjetër, përdoret në zonën e Mallakasës, këtej poshtë, në Labëria. I thonë qiplak i zi, thonë. Është bojë e zezë. Edhe fjala qiplak edhe kanë qenë edhe impiantet e ngjyrjes të leshit, e të pambukut. Sepse kanë qenë impiante që përdoreshin edhe për ushtrinë, për këto veshje zyrtare, ose edhe për ndërmarrje dhe këto që banin manifaktura, nuk e se ishin thjesht puniste të vogla. Ka pas manifaktura që kanë qenë që mekanizmat rrotulloheshin, domethënë transmisioni vinte sipas me anë të rrotës mullirit me ujë. Ka qenë impiante që ishin rresht njëra mbas tjetrës. Domethënë rrotat që të xhironin me ujë, si në mullinë e ujit. Edhe ato lëviznin për shembull tornat ose makineritë që kishin ato, ose për druri ose për bronzi, për egur. Antikitetë shkova funksionor. Se janë shpikur tani. Për ato topi apo pushka 400, 1400 me do, me që kanë. Do pajisje të vegla, do pajisje të mëtë. Po jo si sot me elektrikë, po në atë formë tjetër. Mija dhe të qiplaka për shembull, kemi disa toponime qiplak. Qipa, nese. Këto janë për të parë më mbrapa tek veshjet. Kur të bëj veshjet, aty do vetë tash tek veshjet, se do mbaroj këtë. Mbaroj këtë domethënë edhe do shkojmë tek veshjet, pastaj do shkojmë edhe tek administrata, këtu tek në përgjithësi do të shikojmë tëra. Që ta kompletojmë. Gjithë libri do kompletohet me toponimet. Çfarë kuptimi kanë toponimet? Se është e rëndësishme për ne shqiptarët. E jo vetëm për ne. Për gjithë botën, jo, sepse këto janë në gjithë botën janë, nuk janë vetëm këtu. Edhe qiplak kemi në Turqi, se nuk janë turke, është turke botë, në perandori e Aleksandrit, perandori Ilire, perandori e Aleksandrit, perandori e Romës, perandori e Bizantit. E na herën turqit na thonë neve na mësoni gjuhën, na mësoni. Është pa logjikë, janë një ti shumë i cekët të gjukosh. Ose është dashakeqëse. Se nuk ka kuptim tjetër. Të thua shqiptarëve që herën turqit mësuan, është absurde, nuk ekziston. Shqiptarë nuk ka fshat ose 2-3 fshatra, për shembull, që ishte një kala. Po një kala është atë kohë ishin ndërtime, kishin domethënie të madhe. Kishte organizim. Këto nëse këto janë gjëra që historian duhet i shikojnë mirë këto gjëra, megjithatë nuk ka rëndësi. Rëndësi ka tash që të dalim këtu te fjala qiplak, tash fjala qiplak kemi në firë këtu, edhe në Turqi. Çfarë ndodh? Një historian, si do që të jetë puna, një historian mesjetës, edhe antikitetit, e di shumë mirë kur i thot tjetri që ngjyrosje, sepse emblema e ngjyrosjes është ngjyra e purpurt, që është ngjyra perandorake. Dhe kjo ngjyrë e purpurt që është si flaka e kësaj, dhe më argoni thoshin antikitet, thoshin argon. Është bëhet në një molusk, i cili rritet vetëm në zonën e Izmirit, Turqisë. Normalisht unë atë do vetë zonë tjetër. Nuk kam asnjë lloj dyshimi, nuk diskutoj fare që aty është. Ta gjëzës bëj që normalisht aty do të jetë. E faktikisht fjala qiplak kur shkruaj në kompjuter,
në Google Earth, Qiplak, më del Qiplak atje. Unë e di atë, nuk kam nevojë për të. Se ishte dhe shumë gjëra të tjera, po që vetë i kërkoj, po e di se ku janë, sepse di historinë, di, njoh gjeografinë, njoh kam njohuri, kam lexuar. Tani këta janë duke mbledhur molusjet, këto janë si tip kërmi deti ata, po ka një molus brenda që ka të ngjyrën kafe që pastaj kur tretet ajo, vjen re keqe, se po të shikosh vjen re keqe, janë tërë me maska ata. Janë këtu ta. Tani që po kërkojnë të mbushin këtë ata. Kokën. Edhe me maska. Që kjo ka maskën kokë. S'kan filluar akoma. Këta janë të tërë që mbajnë, që ti ka vënë dorët të turinte të buzë, dhe ky është me maskën këtu. Ky ka vënë tubun, që të marrë frymë me tubën në tubës. Nëse kështu është për qeshës, është për mirë. Po që e mbushin me atë, nuk e kam përfunduar dhe ta marrë tani, po në përgjithësi këto janë bërë me urinën. Unë në territorin e Gjelbasanit, kur para shkollën, para disa vitesh, përktheva komplet zonat. Edhe më del urinon. Nuk do ta them në shqip, ose që kam shkruar në libër, se unë në libër nuk e se do them, unë ta shkruaj siç është përkthyer. Dhe kjo ka të bëjë me ngjarjen e sëmundjes. Nuk kemi folur për sëmundjet. Po flasim për sëmundjet. Edhe shikojmë se ka sa gjëra shumë interesante. Se janë toponimet, po kjo përdoret për tretje. Sepse sa citen. I thot Vespasiano dhe taksën mbi urinën, mbi shurën, në kohën e Romës, perandori. I thot Tito se ishte bashk perandor, domethënë, bashk qytetar, me të birin. I jati do me të birin. Vespasiani me djalin Tito. E i thot Tito se i vjen zor, i vjen turp, të tallë njerëz. O baba i thot çana bërë, i thot. Tash të marrim lekë edhe nga urina, i thot. Kujta holl. E merr një monedhë, i thot. Merr i thot. Merr, s'ka erë. Pecunia non olet. Është shprehja në latin, që ka thënë Vespasian. Është nga më të mëdhenjt. Një nga reformatorët më mëdhenj të perandisë romake. Paraja nuk vjen erë, sepse i duhesh për olimpiadat e tretjes së bojrave. Për ngjyrë. Aty që era të mërshme. E zakonisht rrinë me maskë. Dhe këto tash janë domethënë që e kanë mbushur ata, e kanë bërë bojën ata këtu. Që e kanë mbushur këtë ata. Kanë bërë bojën, kjo është Tamara, Tamara si duhet. Tani ku vim? Vim në Vjerë. Sepse jemi në Qiplak këtu, është një lagje e rreth fikut. Rreth fik, fjala rreth, është rreth. Do të thotë e vjetër. Rreth fik, jo rreth fiku është rreth Libofsh. Ne jemi rreth Libofsh tani. Fjala lagja Qiplak është në rreth Libofsh. Ndërsa rreth fik do të thotë kanali vjetër. Ai që i thoshin këta lumi i vdekur. Thonë kanë vajt atje, kanë parë zonën komplet e njove plemat. Njove dhe mbiemrat e njerëzve të gjithë. Rreth fik do të thotë kanali vjetër. Si thonë ka lumi i vdekur. Kjo bërat ai shkrimtari asaj kohe. Nisem. Kemi në zonën e Libofshës, rreth Libofshës do të thotë Libofshë e vjetër. Libaf i thonë Libof, Lib i thonë zemrës. I thonë edhe pllakës, po i thonë edhe zemrës. Dhe af i thonë krave. Se është Qiponja aty. Janë Ardënisët, prandaj se është poshtë Ardënisëve. Tani kemi unë atë zonë, kam përkthyer komplet e gjithë e njohur, pllama aty ka rroba qepsat, ka qenë, ka pasur kovaç, ka pasur, domethënë ka pas shumë, jo se shumë, po këto gjëra që u duheshin zonës, domethënë.
lumit kanë qenë përgjithësi shumë se edhe lëvizin me varka, për shembull me varka me vela. Ose edhe me lopata, po me vela, përgjithësi me vela për shembull e shtyn veta, se aty nuk ka se ka rrym, se fle pothuajse fle lumi. Jo se fle, po pothuajse se shtyn edhe deti për shembull se varet. Lumi se më. Është interesante zona ka përthyer gjithë atë. Se kam mbredhur gjithë zonën aty, e njoh mirë. Nga Petova, nga Mbrostari Petova, domethënë deri në Xhepaj poshtë, Xhepaj thonë në më përkthyer është një konstelacion. Nëse janë libra ose kam vite që s'merrem më. Tani vim aty edhe kemi që po ngjyrosit është. Edhe është ta marrëm me Lukën. Luka do mësoj, ai është qëllimi. Ja ku ajo kova, po e rridhin këtu. Ja edhe rroba që është në tokë, edhe Luka. Edhe ta marrëm me maskë, se vjen era keqe, dhe me maskë pesh. Vjen era keqe kjo, se si bëhet deri këtu ata, si brik, të poshtë. Kjo është rroba që ngjyroset.